Mirë po, pyetja që vjen natyrshëm është po pse votojnë njerëzit. Dhe faktikisht unë besoj që njerëzit votojnë në shumicë sepse kur ne themi gjëra me të cilat të tjerët qeshin, këta të berberaneve për qeshin, më kjo është propagandë, kjo është propagandë, kjo është propagandë. Edhe pse shumë nga gjërat që bëhen nuk dalin në për këto pasqyrat e kënetave, faktikisht prekin drejt për drejt njerëz edhe arrin drejt për drejt të njerëzit. Për shembull, kur ne themi që Gjirokastra, kur ne morëm detyrën, kishte 6.000 turist në vit. 6.000. Ndërkohë që vjet kishte 600.000, këtë berberhanet e përqeshin. Ndërkohë që gjirokastritët e dinë, e jetojnë për ditë, e shohin për ditë në faktin që ky qytet të cilit i ishte vënë shqelmi në fyt edhe ngjante sikur po jepte shpirt, sot merr frym, rritet, zhvillohet edhe shkëlqen hap pas hapi në pjesë caktuara të tij. Dhe për këtë arsye thash çfarë mund të bëjmë ne në këto ditë që kanë mbetur, edhe mendova që do ishte udhës kështu në situata bashkëbisedimi duke shfrytzuar edhe praninë e mediave për t'ju treguar sa më shumë njerëzve disa fakte dhe disa dhëna që nuk i dinë. Për shembull, thonë ja prap ujë i pishëm, s'ka ujë, s'ka drita, s'ka bukë. Edhe nxjerrin ato që kam thënë unë dikur, edhe me demek ja, ujë i pishëm, prap s'ka. Do të thonë është çmenduri. Nuk ka rrugë në përfshatra. Kur do filloni rrugët në përfshatra? Çmenduri. Ndërkohë që njerëzit që jetojnë në fshat e dinë. E dinë ata që se kanë akoma rrugën të përmirësuar, por ka shumë që e dinë që rruga është përmirësuar. Dhe kur vim te ekonomia nuk është diçka që ti mund ta mbulosh me lule propagandistike. Është diçka që ti fol sa duash, nëse njerëzit nuk e ndjejnë në shtëpinë e tyre që ekonomia po fillon të jap frute dhe po e ndryshon mendimin për të nesërmen të njerëzve, ata nuk shkojnë pas Berihaj, thonë po vendi po shkon drejtimin e duhur. Dhe për më tepër, e mbylla këtë parathënie mbi parathënien e Mirhelës, për më tepër ka dhe diçka tjetër, që nëse sot ne jemi tek pragu i derës së shtëpisë së familjes së madhe europiane, kjo nuk është rezultat i asgjëje tjetër përveç se i besimit, i vlerësimit dhe i respektit që ata në atë shtëpi kanë krijuar ndaj nesh. Dhe nuk e kanë krijuar se kanë rënë në sevda me atletet e mia. E kanë krijuar sepse Bashkimi Evropian ka një makineri që është makineria më e madhe burokratike e botës, që ndjek 24 orë, 7 ditë javës, çdo gjë që ndodh në një vend që pretendon të hyjë në atë shtëpi. Çdo gjë. Dhe aty nuk të falin ata as për sytë e bukur, as se ju pëlqen deti jon, as se kanë dëgjuar për Gjirokastrën, sepse duan të dinë eksaktësisht ky shteti i ri që po fusim ne brenda, a i përmbush standardet tona? Dhe këtë gjë nuk e llogarit njëri. Shumë interesant, nuk e llogarit. Deri para
10 vjetësh, ne ishim një vend që më besoni ishte shumë e rëndë për mua kur takoja udhëheqësit e Europës. Sepse ndjeja që kishte në brëndësinë e tyre një ndjesi që në rastin më të mirë ishte keqardhja. Dhe në rastin më të keq ishte përçmim për vendin tonë. Dhe jo pa faj, se ishim një vend qesharak, komplet qesharak, që s'kishte asnjë lloj pozicioni, asnjë lloj, nuk gëzonte asnjë lloj respekti, thjesht formalitet. Edhe ishte tamam si kur takon dikë që ti e shef që ai po të dëgjon, por ndërkohë po të shikon në një mënyrë që të thotë, mbaro tani se kam punë do iki. Kjo ishte. Dhe po të kthejmë syt mbrapa, Shqipëria kurrë në historinë e vet nuk ka qenë në pozicionin që është sot ndërkombëtarisht. Dhe kjo nuk ka ndodhur e përsëris se kanë zbuluar ata detin dhe malin. Ka ndodhur sepse procesi i shtetbërjes që ne e kemi pasur qëllimin ton strategjik qysh në fillim, po shkon drejt përmbylljes vet. Se në momentin kur Bashkimi Evropian të fut brenda, ti je bërë shtet që nuk diskutohet. Mund të kesh 1001 gjëra që duhen vazhduar të përmirësohen dhe që i ka Gjermania si ke ti. Por ama që ti je bërë shtet, je bërë shtet. Nuk futesh atje ndryshe. Tani, këtu kam sjell disa të dhëna dhe po e filloj me këtë dhënë që sipas meje duhet mjaftonte për të gjithë këta klientët e berberhaneve që minimalisht t'i jepnin popullit të shumicës një mundësi që ta konsideronin si të arsyeshëm kur thot vendi po shkon drejtimin e dur apo kur thot mbështesin Partinë Socialiste dhe mos ta etiketonin si të smur. Ky është prodhimi. Sa herë dëgjohet, sa herë flitet nëpër rrugët ato kanalet e kënetës që këtu s'ka prodhim, që këtu s'ka fabrika, që këtu s'ka asgjë. Por ja që shifra flet vet. Prodhimi i brendshëm bruto ose prodhimi i përgjithshëm kombëtar është ajo që ka një vend krijon si vlerë në tërësinë e vet. Dhe ajo matet me instrumentat që në fund të nxjerrin shifrën. Sa e ke ti kapacitetin tënd financiar si vend.